Kryetari i PS-s, një herësh kryeministri Edi Rama, diskutoi me socialistët e Elbasanit rreth sfidave të qeverisë së vendit dhe procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Gjatë asamblesë së PS-s në këtë qytet, Rama përsëriti se fokusi i qeverisë është integrimi, duke argumentuar se 83 mandatet në parlament janë përdorur vetëm për këtë qëllim. Rama vuri ndukje se nuk u vënë prej fillimit të këtij viti janë miratuar 27 ligje që ishin vendosur si detyrim nga Brukseli. Nga këto 27, 7 ishin me 84 vota. Tani e parfituroni ju, sikur ne të kishim 75 edhe të tjera të kishin molotovarët, se ku do ishim sot ne? Atëherë po do na ishin bllokuar negociatat, sepse do na ishte bllokuar parlamenti, jo me muskuj, por me buzëqeshje. Duke thënë po më ne u japim votat juve, patjetër ne duam të shkojmë bashkë në Europë, por duhet një herë të tërhiqet narkoregjimi, duhet të hiqet Edi Rama, duhet mos a ketë Partia Socialiste qeverinë, të bëjmë një gjë të përbashkët, e bla bla bla, e bla bla bla. Gjatë takimit me socialistët, Rama hodhi poshtë akuzat për korrupsion të ngritura ndaj qeverisë që ai drejton. Ju e dini se nuk është e mundur që të rritet korrupsioni dhe të rriten të ardhurat e buxhetit, se nuk shkojnë këto dyja bashkë. Nuk është e mundur që të rritet korrupsioni dhe të rriten kursimet nga tenderat, se si shkojnë. Që dhe korrupsioni u riska dhe shteti fitoka më shumë kur bën tendera. Sipas kryeministrit Edi Rama, shumica e mediave në Shqipëri janë kundër qeverisë, ndaj socialistët duhet të sqarojnë qytetarët për të mos rënë prej dezinformimit.